bizneset të cilat merren me ndërtime, shpërlamja respektivisht futja e mjeteve të cilat janë nga mburimet të cilat janë të dyshimta, bëhet përmes formave kur mjetet të cilat i gjenerojnë nga aktiviteti kriminal, apo me burime të dyshimta të tjera, i fusin në sistem, në biznesin e rregullt, në atë mënyrë që e bëjnë fryerjen e shpenzimeve. Në analizat që ju i keni, cilat janë pikat e nxehta ku në Kosovë mundet me pas shpërlamje të parave? Bazuar në analizat të cilat administrata tatimore e Kosovës, përmes të departamenteve të saj, mirë po edhe në bashkëpunim me institucione tjera për zbatimin e ligjit, qoftë me njësinë e inteligjencës financiare apo me institucione të tjera, ka dyshime se fushëveprimtaria e shpërlamjes së parave është e orientuar sidomos te bizneset të cilat merren me ndërtime, me bizneset të cilat merren me shitblerjen e veturave të shtrenjta, si dhe bizneseve të tjera të cilat kryejnë shërbime. Qysh ndodh shpërlamja e parave në ndërtime, qysh ndodh shpërlamja e parave në bizneset e shitjes së makinave dhe qysh ndodh tek bizneset që ofrojnë shërbime? Tek bizneset të cilat merren me ndërtime, shpërlamja respektivisht futja e mjeteve të cilat janë nga mburimet të cilat janë të dyshimta, bëhet përmes formave kur mjetet të cilat i gjenerojnë nga aktiviteti kriminal, apo me burime të dyshimta të tjera, i fusin në sistem, në biznesin e rregullt, në atë mënyrë që e bëjnë fryerjen e shpenzimeve dhe faturave të cilat i fusin në përdorim me qëllim të arsyetimit të tyre për çështje tatimore. Kur dihet mirë fakti se qëllimi i shpërlamjes së parave është që të bëhet shtresimi i mjeteve në bizneset e rregullta, përderisa rastet të cilat trajtohen nga administrata tatimore apo bizneset të cilat trajtohen për fushën e ndërtimtarisë si fokus të veçantë e kanë pagesën e tatimeve. Kurse bizneset të cilat merren me shpërlamjen e parave, fokus e kanë futjen e parave në sistem, pagesën e tatimeve edhe për shërbimet apo punët të cilat nuk janë kryer. Këto është një nga format të cilat dyshohet se përdoret nga ana e bizneseve për shtresimin dhe legalizimin e mjeteve të fituara apo gjeneruara në formë të jashtëligjshme. Teoretikisht në Kosovë, me pare të krimit, a mundet një qytetar me ndërtu një shtëpi luksoze pa e pas asnjë parë në bankë? Duke u nisur nga fakti se ekonomia jonë është ekonomi e bazuar në masë të madhe në cash. Kemi raste të shumta kur sidomos bizneset apo edhe personat fizikë bëjnë ndërtimin e objekteve edhe me para cash. Në cilat sektora ta mrin me pagu më shumë cash? Blemja e materialit, pagesa e punëtorëve? Pothuajse në të gjitha këto fusha përdoret cashi. Në rastet kur personat të cilët nuk kanë burim të mirëfillt apo përmes të aktivitetit ekonomik dhe përdoret cashi. Mirë po duhet pasur parasysh se përdorimi i cashit në shumë raste bëhet edhe nga ana e personave të kombasve tanë të cilët punojnë jashtë. Dhe siç e dim që një pjesë e mjeteve të cilat ata e bin si remitencë, e bin si cash. Dhe me qëllim që ai cash të futet në funksion apo të futet në ndërtim, atëherë ai përdoret edhe për ndërtim apo për çështje të luksit. Përmendëm më herët fryrjen e investimeve. Çu zhvillohet ky proces? Procesi i fryrjes së investimeve në disa raste apo dyshohet se përdoret duke e përdorur edhe transakcione të dyshimta apo transakcione fiktive me bizneset të cilat merren me lëshimin e këtyre transakcioneve fiktive. Pra, nëse unë kam ndërtu një shtëpi, një objekt banesor ose një biznes i cili kushton 500.000 euro, çu mërri me bë vlerën e tij 1 milion euro? Vlera, kjo është një hipotetike, për arsye se deri me tani ne nuk kemi pasur rast nga ana e Departamentit të Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës që të trajtojmë ndonjë rast të dyshimeve
për shpërlame parave, me qenë se edhe nuk është kompetencia e administratës tatimore shpërlame parave, mirë po edhe gjatë procedurave administrative nuk kemi pasur ndonjë rast që kemi trajtuar në këtë formë, mirë po fryrja e shpenzimeve kryesisht bëhet përmes të transaksioneve fiktive. Transakcione inexistente, do me thonë transakcioneve vetëm në letër, kur nuk kemi as pagesat të cilat kryen përmes llogarive bankare, mirë po nuk ka edhe pagesa të cilat bëhen në cash. Në këto raste, në rastet të cilat i kemi pasur në hetim, po jo për shpërlamje të parave, kemi pasur përdorimin e transakcioneve fiktive, apo faturave të dyshimta fiktive, ku lëshuesit e faturave fiktive si përfitim e kam pasur një provizion të cilën e kam marrë për shumën apo vlerën e faturës të cilën e kanë lëshuar. Industrinë e shërbimeve. Qysh zhvillohet shpërlame e parave nëse është hap një kafiteri e cila dënë me shpërla pare? Po, tek rasti juaj të cilin e potenconi, në këto raste kemi atëherë kur kafeteria bën lëshimin e kuponave fiskal edhe për shërbimet të cilat nuk i ofron fare. Qëllimi është që të gjeneroj qarkullim, të paguaj tatim dhe të bëj futje në sistem të mjeteve të cilat janë të gjeneruara nga veprimtari të dyshimta. Është një diskutim publik që ka kafeteri në zonat caktume të cilat mbi raportojnë. Pra, raportojnë ma shumë sa që kanë punë. A e keni vrejtë si fenomen? Jo. Nga ana administratës tatimore nuk kemi ndonjë rast i cili është raportuar, qoftë përmes veglës së denoncimeve në administratën tatimore, apo përmes ndonjë denoncime të cilin e bëjnë bizneset konkurruese të biznesit në fjalë. Mirë po kisha dashur me shtu edhe te veprimtaria e shërbimeve. Nuk është tek mundësia e shpërlamjes së parave përmes veprimtarisë shërbimeve, ekzistojnë edhe shërbime të tjera të cilat ofrohen. Në rastet konkrete kemi dyshime se shërbimet e konsulencës, të cilat është mjaft e vështirë që të vërtetohen shërbimet të cilat ofrohen dhe të cilat janë në vlera të larta, mund të jenë si mjet i cili përdoret për shpërlamin e parave. E kemi përmend në disa raste që kazinot kanë mujt me qenë mjet i mirë për me shpërla parave. Përderisa prej marsit-prillit të vitit 2019, veprimtaria e lorave të fatit është e ndaluar me ligj në Republikën e Kosovës, kjo nuk ndodh tani. Mirë po nuk përjashtohet mundësia që kjo veprimtari të jetë përdorur për shpërlamin e parave. Për arsye se bizneset të cilat janë marrur me këtë veprimtari, qofse ato përmes aparateve të lojrave të fatit apo përmes të bigjozit i cili ka qenë i organizuar, kanë mundur lehtësisht që të bëjnë futjen përmes aparatit të mjeteve në mënyrë të vazhdueshme me qëllim të gjenerimit apo përpjekjes për të gjeneruar fitim, që e cila mund të jetë përdorur shumë lehtë nga ana e bizneseve në bashkëpunim me persona të cilët gjojase, kushtimisht po them, kanë shfrytzuar aparatin për të aprovuar fatin e tyre. A ka pas leverdi ekonomike me i shpërla pare të i përdor kazino, të i llogarit taksat e cilat kanë qenë Kosovë? Po duke u nisur nga fakti që bizneset të cilat kanë ushtruar veprimtarinë e lojrave të fatit kanë qenë obligative që për të bëjnë pagesën e akcizës për aparat, e cila ka qenë në një shumë të caktuar 500, ma vonë edhe 700 euro nësa më kujtohet, me qenë se nuk është veprimtari me cilën jemi marrë decidivisht, dhe pagesën e tatimit të cilën e kam bërë, vetëm pagesën e tatimit fitim, duke qenë të liruara nga pagesa e TVSH-s, ka qenë një fushë veprimtari ideale e cila ka mund të përdoret për pastrimin e parave. Sot jemi në kohën kur është u zhvillu industria e kriptovalutave dhe qarkullimeve të tillë. A mendon që mujnë mu përdor kriptovalutat në tregun e shpërlarjes parave? Ky është një fenomen i ri, jo vetëm te ne, mirë po edhe në shtetet e tjera, dhe përderisa ne deri kohëve të fundit nuk kemi pas edhe legjislacion i cili e rregullon tregtimin me kriptovaluta dhe nuk kemi biznese të cilat janë të licencuara faktikisht nga ndonjë institucion shtetëror i cili e bën rregullimin e kësaj fushë veprimtarie, mendoj se
mund të ofroj hapësirë për përdorim me qëllim të shpërlamjes së parave. Si profesionist, a mendon që shpërlamja e parave ju ka sjell përfitime bizneseve të Kosovës, apo mendon që kemi pas më shumë biznese që kanë falimentuar për shkak të konkurrencës jo fair? Po, vetë fakti që mjetet të cilat kanë hyrë në sistem, se qëllimi i pastrimit të parave është futja e parave në sistemin tatimor, sistemin ekonomik edhe në sistemin përgjithësi financiar të një shteti, në kupton që krijon pabarazi në të bërit biznes. Për arsye se bizneset të cilat janë bizneset të rregullta, biznese korrekte dhe të cilat i paguajnë obligimet qoftë doganore apo tatimet, janë në pozitë të pavolitshme në këto raste, për arsye se bizneset, siç e ceka edhe më herët, bizneset të cilat janë të prira apo bëjnë përpjekje për të bërë pastrimin e parave, qëllim e kanë fryerjen e qarkullimit dhe pagesën e tatimit. Dhe në këtë mënyrë, momentin që mjetet hyjnë në sistem, atëherë vetë kjo nuk kupton që këto biznese kalojnë në një pozitë shumë të mirë financiare, qoftë likuiditetit apo mundësive për marrjen e kredive ndaj banka komerciale apo institucioneve tjera mikrofinanciare. A ka rrezik ekonomia e Kosovës mu shkatërru për shkak të shpërlamjeve të parave? Përderisa nuk kemi një matje të saktë se sa është niveli shpërlamjes së parave, nuk mund të jepi një përgjigje të saktë. Mirë po është evidente që ekonomia dobësohet gjithnjë më shumë nëse nuk merren veprime me qëllim të parandalimit dhe luftimit të kësaj dukurie. Nëse, cilat kishin qenë veprimet e para që duhet më ndërmarr për me avancu në parandalimin e shpërlarjes parës në Kosovë? Edhe me ligjin e ri mbi administratën tatimore dhe procedurat është paraparë që transaksionet mbi një vlerë të caktuar të kalojnë përmes llogarive bankare. Duke nisur nga fakti se kemi të bëjmë me një sistem bankar i cili ka edhe masa të kontrollit të transaksioneve të tilla, mendoj që obligimi i pagesave përmes transaksioneve bankare është një mjet shumë efektiv i cili e parandalon çështjen e pastrimit të parave dhe futjen e parave të dyshimta në sistemin ekonomik dhe financiar të vendit tonë. Flitet që në Kosovë mundesh me mbledhën banesën të pas pare kesh. A është në teori e mundshme me ble një banesë, një shtëpi të përdorur pare kesh? Realisht nuk ekziston mundësia që të blehet me para kesh, mirë po ekzistojnë ndoshta mekanizma tjerë të cilat ja mundësojnë që në një koordinim apo marrëveshje me qoftë me biznesin i cili e bën ndërtimin apo biznesin i cili e bën shitjen e saj, që të bëhet transferi i mjeteve nga ana e biznesit, kurse mjetet kesh të transferohen tek biznesi në fjalë. Për arsye se një banesë nuk mund të regjistrohet në qoftë se transaksioni nuk ka kaluar përmes llogarisë bankare dhe në qoftë se dokumenti apo flet pagesa origjinale nuk ofrohet noterit apo gjykatës me rastin e kryerjes së transaksioneve dhe përkthimit të këtyre transaksioneve prej blerësit tek shitësi. Jemi një shoqëri bukur tradicionale dhe njihet si fenomen ku krejt familja bëhen bashkë për me bleni një banesë, pra ligji kërkon që deri në 9.500 euro mundesh me deri në 9.999 euro mundesh me deponu parë në bankë pa e deklaru gjithë prerjen e pasunisë. A mundet mu përdor lidhja e fortë familjare për mi grumbullu fondet dhe mi shndru në asete? Bankat për shumën e mjeteve apo deponimeve deri në 9.999 euro, në shumicën e rasteve nuk kërkojnë burim të mjeteve. Mirë po, kohëve të fundit, përmes të departamenteve të përmbushjet të cilat i kanë bankat, edhe në rastet kur këto transaksione përsëriten nga ana e një individi, kërkohet që të plotësohet një formular përmes të cilit duhet të argumentohet burimi i këtyre mjeteve. Në qoftë se kemi raste të tilla kur kemi deponime të mjeteve nën shumën e limitit të 10.000 euro,
bankat e bëjnë raportimin e këtyre transaksioneve të dyshimta tek njësia e inteligjencës financiare. Dhe varësisht prej analizave të cilat i bëjnë analistët në njësinë e inteligjencës financiare, gjenerojnë raporte të dyshimta në rastet kur kemi dyshime të bazuara se kemi të bëjmë me mjetet të cilat janë nga burime të dyshimta. Teoretikisht, a mund më bu 5 njerëz që i kanë ka 9.999 euro për me bleni banesë bashkë? Teoretikisht mund më bu, mirë po në momentin kur bëhet kalimi i pronësisë, është e vështirë në qoftë se nuk i keni mjetet, apo në qoftë se burimi i mjeteve nuk është tek një person. Për arsye se ekziston, në këto raste ekziston vetëm një pronar i atij objekte, banese apo çfarë do të qoftë. Po më vjen tash një mesazh i fundit më vonë. Shumë qytetarë të Kosovës mendojnë që shpërlamja e parave ka me na ndihmu me dalë prej varfënisë dhe ka me na ndihmu me pas zhvillim në Kosovë, me pas pare të cilën na mundna me përdor. Ju jeni të luftu këtë fenomen. Pse mendoni që Kosova nuk do të me qenë vend ku shpërlahen parat? Arsyeja kryesore pse mendoj që Kosova nuk do të jetë vatër e shpërlamjes së parave, përveç dëmtimit të institucioneve financiare dhe të ekonomisë së një vendi, mendoj se kontribon në përqendrimin e kapitalit të një numri të caktuar i personave, një numër i vogël i personave, të cilët pastaj përveç fuqisë ekonomike të cilën e fitojnë, mund ta përdorin atë fuqi ekonomike edhe në realizimin e interesave të tjera. Edhe me bindje të plot them se Kosova nuk duhet të shndrohet në një vend i cili është vend atraktiv për shpërlamin e parave. Dhe vend i cili e bën tërheqjen e fondeve të dyshimta në ekonominë e saj, për arsye se kjo shkatërron të ardhmen e këtij vendi.